Një vit pas arrestimit me urdhër të SPAK dhe 4 muaj e gjysmë pas nisjes së seancës paraprake, gjyqtarja e gjykatës së posaçme Etleva Deda vendosi kalimin e dosjes Veliaj dhe 29 pandehurve të tjerë për gjykim, mes kundërshtimit të ashpër të mbrojtjes së kryebashkiakut. Në një kohë kur Erion Veliaj në të gjitha seancat e javës së fundit ka kërkuar mundësinë që të njihet me dosjen për të pasur një mbrojtje efektive, avokatët e tij, por edhe të disa të pandehurve të tjerë bojkotuan seancën e kësaj të hëne, për shkak sipas tyre të shkeljeve të rënda të procesit të rregullt ligjor gjatë seancave paraprake. Vetë kryebashkiaku Veliaj, bashkëshortja e tij Ajola Xoxa dhe shumë të akuzuar të tjerë nuk ishin të pranishëm në seancë. Gjyqtarja Deda e caktoi 9 shkurtin si datën e vendimit, duke mbyllur shqyrtimin gjyqësor seancën e kaluar, kur kryebashkiaku Veliaj kërkoi përjashtimin e saj dhe u largua në mënyrë demonstrative. Edhe pas këtij momenti, gjyqtarja ka vijuar normalisht seancën, duke cilësuar si të ezauruar fazën e mbrojtjes. Kërkesa për përjashtimin e Dedës ju rrëzua më pas nga gjykata e posaçme. Kryebashkiaku prej muajsh ka kërkuar aksesin personalisht në dosjen hetimore, ose të printuar ose përmes një kompjuteri në burg, por ky akses i është mohuar. Veliaj e ka akuzuar SPAK dhe GKK-on se me sjelljen ndaj tij, sidomos me vijimin e paraburgimit, po përdorin një instrument dënimi pa gjyq dhe pa proces të rregullt ligjor. Kryebashkiaku i Tiranës ndodhet në arrest me burg që prej 10 shkurtit 2025 për gjykim është dërguar edhe bashkëshortja e tij Ajola Xoxa, si dhe 28 persona dhe shoqëri të tjera, pjesë e dosjes së njohur si Veliaj. SPAK ka renditur ndaj Veliajt akuza si korrupsioni pasiv, pastrimi i parave, mos deklarim pasurie, shpërdorim detyre dhe futje e sendeve në burg. Edhe bashkëshortja e tij Ajola Xoxa akuzohet nga SPAK për korrupsion pasiv në 9 raste, në lidhje me subjekte tregtare dhe organizata jo fitimprurse, njëjtë si Erion Veliaj. SPAK thotë se çifti ka marrë përfitime të parregullta në formën e shumave monetare dhe pasurive të paluajtshme nga biznesmen të ndryshëm, të cilët nga ana e tyre kanë marrë leje ndërtimi dhe përfituar fonde publike nga Bashkia e Tiranës. Biznesmenët akuzohen për korrupsion aktiv të funksionarëve të lartë shtetëror ose të zgjedhurve vendor, fshehje të ardhurash dhe pastrim parash. Mes 30 të akuzuarve është edhe Klotilda Bushka, ish deputetja që akuzohet për veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës.